Kur janë konstatuar problematikat e para gjatë ditës së djeshme nga ana e studentëve? Po, problematikat janë konstatuar mbas dite, edhe 2-3 orë mbas konsumimit të vaktit të drekës. Menjëherë kemi marrë masat, kemi transportuar studentët në QSUT, ku kanë marrë edhe trajtimin e dur, dhe ndërkohë kemi njoftuar dhe institucionet akun dhe shëndetin publik për të ardhur dhe për të parë, domethënë për të marrë mostrat për të analizuar ato, për të gjetur se nga çfarë shkaku ka pasur. Paraprakisht është konstatuar ndonjë gjë nga ushimet, nga mostrat që janë? Jo, akoma jemi në pritje sepse kanë shkuar në laborator dhe presim që të dali se nga ka ardhur, domethënë ky lloj shqetësimi. Si është gjendja shëndetësore e studentëve? Studentët janë në gjendje të mirë, biles edhe nga interesimi që kanë pasur në QSUT, kanë thënë që mund të kishte trajtuar dhe vetë në infirmeri këtu, po ne për merak ne i çuam në QSUT.